Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Prouda inspektoi zbatimin e masave të posaçme për sezonin turistik në Sarand. I shoqëruar nga drejtori i Policisë së Qarkut Vlorës Eludon Çela, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit zhvilloi një takim me forcat policore të angazhuara në teren, të cilëve u dha disa porosi. Asnjë tolerim ndaj atyre që cënojnë perimetrin e sigurisë për pushuesit, kontrolle rigoroze ndaj mjeteve lundruese për dokumentacionin, kapacitetin si dhe masat e sigurisë, jelekët e shpëtimit, zero tolerancë për zaptimin e hapësirave publike. Ne të gjithë jemi dëshmitar të shumë ngjarjeve që kemi pasur në të shkuarën me këto. Për këtë arsye ne duhet jemi proaktiv dhe nuk do të tolerojmë asnjë lloj shkelje në këtë drejtim. Në veçanti jet skit, për pjesën e perimetrit sigurisë, por edhe kontrollin e gjithë mjeteve lundruese për respektimin e kapaciteteve konstruktive, për dokumentacionin dhe padyshim për pajisjen e tyre me element të sigurisë së pushuesve. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Prouda kërkoi nga punonjësit e policisë që të sillen me etik. Askush nuk na e ka borxh që të dëgjojë një fjalë të rëndë nga ne. Ne jemi zbatues ligjit, nuk jemi aty për dhënë opinione personale. Kërkoj që ta bëni detyrën me etikë dhe me kulturë qytetare. Fakti që unë kam lindur në këtë qytet dhe e njoh mentalitetin, e di se sa e duan kulturën njerëzit e këtij qyteti dhe turistët që vinë dhe frekuentojnë këtë. Të kërkoja ta bëni detyrën me etikë dhe aty ku ndeshkoni ta bëni me sjellje etike. Drejtori i Policisë së Qarkut Vlorës Eludon Çela garantoi se të gjitha shqetësimet e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit do të jenë prioriteti punës së përditshme të policisë. Të gjithë shqetësimet tuaja ju garantoj që do jenë prioritet të punës sonë. Strukturat e drejtorisë vendore të Policisë Qarkut Vlorë, mëse më shumë se një muaj, kanë filluar zbatimin e një plani masave të veçantë për garantimin e rendit të sigurisë gjatë sezonit turistik. Por jemi në fund të këtij muaji, duke sikur jemi në pikun e sezonit turistik për shkak të fluksit të shtuar të turistëve për gjatë gjithë vijës bregdetare. Masat tona konsistojnë kryesisht në një prezencë të shtuar të forcave të policisë, jo vetëm të vijës bregdetare, por edhe në atraksionet e tjera turistike. Duhet ju falenderoj ju personalisht për mbështetjen që na keni dhënë si drejtori me forca shtesë që na keni dërguar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. Dhe aktualisht ne kemi shpërndarë gjithë shërbimet për gjatë territorit. Siguria rrugore mbetet një prioritet dhe një shqetësim kryesor i joni, përpos patrullave të shtuara për gjatë gjithë akseve kryesore rrugore, një vëmendje e shtuar ka qenë dhe implementimi i pajisjeve inteligjente për matjen dhe konstatimin e shkeljeve që ndikojnë direkt tek parametrat e sigurisë rrugore. Kam kënaqësinë t'ju them që deri në këtë fillim sezoni ka filluar çdo gjë mbar, nuk ka pas ngjarje të rënda me impakt që kanë impaktuar pushuesit apo dhe qytetarët banor të këtij qarku. Kemi një dashamirësi dhe një kuptim të gjithë banorëve për masat e sigurisë dhe ju garantoj që strukturat tona do jenë të angazhuara maksimalisht për të garantuar rendin e sigurinë dhe një sezon të qetë.